Parashikimi ditor 8 dhjetor. Energjia që ndryshon ditën për 12 shenjat. Dita e 8 dhjetorit mbart një energji që prek mendimet, vendimet dhe qetësinë e brendshme të çdo shenje. Ka një lëvizje të butë, por të fuqishme, e cila shtyn drejt qartësisë dhe hapave të rëndësishëm. Në këtë ditë, intuita bëhet udhërrëfyes dhe fjalët marrin më shumë kuptim. Disa prej jush do të marrin lajme, të tjerët do të kuptojnë drejtimin e tyre, ndërsa disa shenja do të ndjejnë një kthim të ekuilibrit. Parashikimi i sotëm sjell një hartë të qartë për emocionet, marrëdhëniet dhe mundësitë, duke ndihmuar çdo shenjë të lëvizë me siguri dhe vetdije. Kjo ditë nuk është e zakonshme, ndaj çdo shenjë duhet të dëgjojë me kujdes. Dashi. Energjia e kësaj dite të shtyn të veprosh me vendosmëri dhe të mos lejon që dyshimet e vogla të të ndalojnë. Mund të përballesh me një zgjedhje që kërkon guxim, por nëse i beson intuitës, rezultati do jetë në favorin tënd. Në punë, dita sjell mundësi për të mbyllur detyra të rëndësishme ose për të përfituar nga një situatë që të ka lodhur prej kohësh. Në dashuri, komunikimi i hapur bën diferencën dhe mund të rikthejë harmoninë. Financiarisht, është kohë e mirë për të organizuar planet dhe për të shmangur shpenzimet e panevojshme. Dita është e favorshme për lëvizje të vogla, por të qëndrueshme drejt qëllimeve që ke vendosur. Demi. Kjo ditë sjell stabilitet dhe qetësi, duke të lejuar të përqendrohesh te detyrat që kërkojnë durim dhe këmbëngulje. Në punë, rrjedha është e butë dhe disa situata që kanë qenë të paqarta fillojnë të marrin formë. Në dashuri, energjia është e ngrohtë dhe sjell momente të këndshme nëse lejon hapjen emocionale. Një bisedë e sinqertë mund të zgjidhë një tension të vogël. Financiarisht, dita është neutrale, por e favorshme për rregulla dhe planifikime. Intuita të tregon qartë cilat situata duhen shmangur. Kjo ditë të udhëzon të gjesh ekuilibër mes nevojave dhe qëllimeve, pa bërë hapa të nxituar. Dita është e mirë për të ruajtur ritmin. Binjakët. Dita e sotme aktivizon komunikimin, idetë dhe dëshirën për të lëvizur më lirshëm në situata të ndryshme. Në punë, mund të marrësh një lajm ose sugjerim që të jep perspektivë të re. Bisedat, telefonatat dhe takimet janë të favorshme dhe të sjellin qartësi. Në dashuri, dita krijon hapësirë për afrime të sinqerta dhe për zgjidhjen e keqkuptimeve të vogla. Nëse je beqar, një kontakt i papritur mund të ngjallë interes të fortë. Financiarisht, një mundësi e vogël mund të shfaqet, veçanërisht përmes rrjeteve sociale ose rekomandimeve. Energjia e ditës të shtyn të shprehesh qartë dhe të ndjekësh intuitën pa dyshime. Dita është dinamike dhe mjaft premtuese. Gaforja. Emocionet sot janë më të thella, por të qëndrueshme, duke të lejuar të kuptosh çfarë të lodh dhe çfarë të sjell qetësi. Në punë, te kalon një pasiguri dhe arrin të shohësh drejtimin e duhur. Në dashuri, dita favorizon afrimet, bisedat e buta dhe rikthimin e harmonisë. Një person i afërt mund të kërkojë mbështetjen tënde ose të ofrojë një fjalë që të ngrohë zemrën. Financiarisht, dita është e mirë për organizim dhe për të rishikuar shpenzimet. Intuita është udhërrëfyes i rëndësishëm sot dhe duhet dëgjuar. Energjia e ditës të sjell qetësi dhe stabilitet nëse i lejon vetes hapësirë mendore për të reflektuar. Luani. Dita të sjell energji të fortë, vetbesim dhe dëshirë për të shfaqur talentet e tua. Në punë, mund të jesh në qendër të vëmendjes dhe të marrësh një vlerësim të merituar. Në dashuri, karizma jote sjell afrime dhe ndjesi të bukura. Nëse je në një marrëdhënie, partneri mund të kërkojë më shumë vëmendje ose të surprizojë me një gjest të ngrohtë. Financiarisht, dita është e favorshme për iniciativat e vogla dhe për vendime të mençura. Energjia e sotme të fton të mos e ulësh zërin, por të shfaqesh me guxim dhe qartësi. Sot është ditë për të besuar në veten tënde dhe për të marrë hapin që të afron drejt qëllimeve. Virgjëresha. Dita sjell nevojë për rregull, qartësi dhe përqendrim. Në punë, mund të arrish progres të dukshëm në detyra që kërkojnë saktësi dhe durim.
Në dashuri, komunikimi I qetë sjell afrime dhe zgjidh keqkuptime. Nëse je beqar, një person me energji të ngrohtë mund të afrohet. Financiarisht, dita të shtyn të organizosh, të planifikosh dhe të shmangësh shpenzimet emocionale. Energjia e sotme është e butë, por e fuqishme për të krijuar stabilitet. Sot ke aftësinë të shohësh qartë detaje që të tjerët I anashkalojnë dhe ta përdorësh këtë talent në favorin tënd. Dita është e qëndrueshme dhe të mbështet në çdo hap të qetë drejt progresit. Peshorja. Ekuilibri është fjala kyçe e kësaj dite. Në punë, bashkëpunimet funksionojnë më mirë dhe mund të marrësh një përgjigje të vonuar. Në dashuri, energjia është e butë dhe ndihmon në përmirësimin e komunikimit. Një bisedë e sinqertë mund të afrimit edhe më shumë partnerin ose të largojë tensionin e fundit. Financiarisht, dita është e qëndrueshme, pa surpriza të forta, por me mundësi të vogla për përmirësim. Energjikisht, ndihesh më I qetë dhe I mbështetur. Sot është ditë e mirë për të vendosur kufi të shëndetshëm dhe për të ruajtur harmoninë e brendshme. Çdo situatë që të kërkon qetësi, trajtoje me diplomaci. Akrepi. Dita e sotme sjell intensitet të brendshëm dhe dëshirë për të zbuluar të vërtetat që ke shmangur. Në punë, mund të marrësh një vendim të rëndësishëm që të çon drejt një drejtimi më të qartë. Në dashuri, një bisedë e thellë mund të zgjidhë dilemat që të kanë munduar. Financiarisht, dita kërkon vëmendje ndaj detajeve dhe shmangjen e shpenzimeve të pamenduara. Emocionalisht, je më I fortë dhe I gatshëm të përballesh me çfarëdo situate. Dita të shtyn të përballesh me atë që duhet ndryshuar për të ecur përpara. Intuita jote është shumë e thellë dhe nuk të gabon sot. Shigjetari. Energjia e ditës sjell optimizëm dhe hapësirë për zgjerim. Në punë, mund të marrësh një ofertë, ide ose frymëzim që të ndihmon të shohësh mundësi të reja. Në dashuri, dita sjell afrime të sinqerta dhe një lëvizje të vogël që ndryshon dinamikën. Nëse je beqar, një takim I rastësishëm mund të zgjojë interes. Financiarisht, dita është pozitive dhe ndihmon në rritjen e besimit. Energjikisht, ndihesh më I lirë të lësh pas barrat dhe të fokusohesh te ajo që do të ndërtosh. Sot, gjithçka të shtyn të shohësh përpara me qartësi dhe entuziazëm. Britsjapi. Dita sjell përgjegjësi, por edhe qartësi, duke të ndihmuar të ndërtosh më fort synimet e tua. Në punë, mund të marrësh një detyrë që të vendos në pozicion më të rëndësishëm. Në dashuri, komunikimi I qartë sjell stabilitet dhe një ndjenjë sigurie. Financiarisht, dita është e mirë për planifikim dhe ristrukturim. Sot ke mundësi të përparosh, edhe nëse hapat duken të vegjël. Energjikisht, je I përqendruar dhe I aftë të marrësh vendime të rëndësishme pa hezitim. Kjo ditë të ndihmon të kuptosh se suksesi ndërtohet ngadalë, por me bazë të fortë. Sot është momenti I duhur për të vendosur themelet e një rruge më të qëndrueshme. Ujori. Kreativiteti dhe intuita rriten sot, duke sjell ide të reja që mund të hapin rrugë të papritura. Në punë, një person mund të japë një sugjerim që ndryshon mënyrën se si e sheh situatën. Në dashuri, sinqeriteti është qelësi dhe sjell momente të bukura. Nëse je beqar, dikush me energji të veçantë mund të tërheqë. Financiarisht, dita është e qëndrueshme dhe e favorshme për rishikim. Energjikisht, ndihesh më I lidhur me intuitën dhe aftësinë për të parë më larg. Sot është ditë e mirë për të nisur projekte kreative ose për të bërë plane të reja. Peshqit. Intuita e sotme të udhëzon fort dhe të jep qartësi për një çështje që të ka lodhur. Në punë, mund të marrësh një sinjal të rëndësishëm që tregon drejtimin e duhur. Në dashuri, dita është e butë dhe sjell afrime të thella. Nëse ka pasur tension, sot mund të zbutet. Financiarisht, dita është neutrale, por e favorshme për planifikim. Energjikisht, je I qetë dhe më I lidhur me emocionet e tua. Sot është ditë e mirë për të krijuar hapësirë për reflektim dhe për të dëgjuar zërin e brendshëm, që të udhëzon me qartësi dhe ndjenjë sigurie.
Këto ishin mesazhet e ditës 8 dhjetor. Tani është radha jote. Shkruaj në komente shenjën tënde dhe e marr këtë energji. Bëj like për të aktivizuar energjinë pozitive. Bëhu subscribe për të mos humbur asnjë paralajmërim të universit. Shpërndaje videon me dikë që ka nevojë për qartësi sot. Universi flet. Dhe ti je në kohën e duhur për ta dëgjuar.